Një bombull gazi ka shpërthyer në lagjen 10 Korriku në Vlorë, në zonën e Lungomares, në ambientet e një apartamenti, konkretisht në balkonin e tij. Sipas zjarfikësve, bombla ka pasur një defekt, duke shkaktuar rrjedhje gazi dhe më pas shpërthimin e zjarrit. Si pasojë është dëmtuar një pjesë e dhomës së apartamentit, si dhe balkoni ku qëndronte bombula e gazit për gatim. Menjëherë pas kësaj ngjarje janë njoftuar zjarfikësit dhe policia, të cilët kanë mbritur në vendin e ngjarjes dhe kanë vënë situatën nën kontroll. Për fat të mirë, nga shpërthimi nuk ka pasur persona të lënduar, ndërsa dëmet kanë qenë vetëm materiale. Në lidhje me këtë ngjarje ka dalë një deklaratë për shtyp edhe policia e qarkut të Vlorës, e cila konfirmon se rreth orës 10:51 minuta në lagjen ujë ftohtë në banesën e shtetasit me iniciale NM 68 vjeç, në pjesën e balkonit ka rënë zjarr pasi ka plasur një bombull gazi. Me ndryrën e zjarfikësve, zjarri u fik. Nga veprimet e para nuk ka persona të lënduar, por vetëm dëme materiale. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po vjon punën për sqarimin e rrethanave, për caktimin e shkakut të rënies së zjarrit, si dhe për dokumentimin e plotë të rastit, thuhet në njoftimin e policisë. Ndërkaq nuk është era e parë që jemi përballë ngjarjeve të tilla, shpesh pakujdesia nga bombulat e gazit apo mungesa e kolaudimit të tyre krijojnë situata të tilla ku qytetarët në fakt duhet të tregojnë më shumë të vëmendshëm rreth këtyre ngjarjeve.